Mjekja onkologe Bardha Gjoni shprehet se shqetësues mbetet fakti që shumica e rasteve diagnostikohen në fazë të avancuar, duke vështirësuar trajtimin. Ajo bën thirrje për më shumë ndërgjegjësim dhe kontrolle të rregullta, të cilat janë thelbësore për zbulimin e kotës së sëmundjes, dhe kjo nuk duhet të ndodhë vetëm gjatë muajit tetor. Do të thëjë vjet re një rritje e lehtë e numrit të rasteve këtë vit, megjithëse ne kemi dërguar për biopsi rreth 30 gra këtë vit nga regjistri jonë, pak nga regjistri i onkologjisë në zyrën tonë, për arsye se ne në zyrë përfshijmë edhe laçen dhe rrëshenin, por jo të gjitha rastet kalojnë nga zyra jonë, kështu që një pjesë shkojnë direkt, një pjesë kalojnë nga zyra jonë, prandaj duhet jemi të kujdesshëm me shifrat, them rreth kësaj shifre. Përgjigjet e biopsisë faktikisht na kanë ardhur deri tani rreth 18, një pjesë e tyre nuk kanë ardhur, që jam i sigurt që kanë ikur edhe për kurime jashtë shtetit ose në klinika tjera private, pra akoma nuk na kanë ardhur në zyrën tonë, por jam i sigurt që do na vinë, kështu që nuk mund të jap statistika fikse në këtë moment. Tjetra është dhe tetori, është muaj i ekzaminimeve të shumta të gjirit, kështu që në tetor lidhet direkt me numrin e ekzaminimeve, kemi edhe numrin më të madh të diagnozave, kështu që jam i sigurt që numri do të rritet. Atëherë, shenjat e kancerit të gjirit kur ne preferojmë ta kapim sëmundjen, nuk paraqet asnjë lloj klinike. Pra ne preferojmë ta kapim sëmundjen në stad të hershëm pa shfaqur shenja klinike. Shenja kryesore e kancerit të gjirit është masën e gjin, por në momentin kur masën e gjin bëhet e prekshme, e dukshme, do të thënë qoftë nga mjeku, qoftë nga pacienti, atëherë ne nuk është stad i hershëm i sëmundjes. Kështu që ne preferojmë në stadet e hershme ta ekzaminojmë, ta vizitojmë me imazhëri, ta kapim rastin pa u bërë prekshme masa. Shkaku i kancerit të gjirit është ndryshimi i stilit të jetesës. Në ndryshim stilit të jetesës futen disa faktorë rreziku. Dhe faktorët kryesorë të rrezikut mund të përmendim disa, siç janë lindja në moshë mbi 35 vjeç, menstruacionet e hershme, menopauza e vonuar, mos ushqyerja e fëmijëve me gjinj, numri i paket i lindjeve, lindja e parë në moshë të madhe, një tumor benin i gjirit në raste të rralla mund të shndërrohet në kancer gjiri. Rrezatimi nga një sëmundje tjetër mund të shkaktojë kancer gjiri. Faktorë predispozues mund të quhet dhe trashëgimia, kështu që ne marrim në konsiderat kryesisht brezin e parë, hall ose teze. Pastaj janë dhe faktorë të tjerë, duhani, alkooli, mbi pesha, përdorimi i kontraceptivëve oral, tjerë. Pra nuk ka një shkak, po secila grua ka disa shkaqe rreziku për kancer gjiri. Sa më i madh jetë numri i faktorëve të rrezikut, aq më shumë është rrezikuar një grua të bëjë kancer gjiri. Mesazhi im do të ishte kontrolle periodike, kontrolle vjetore të gjirit. Shkenca ka mundësuar dy faktorë të rëndësishëm që na ndihmojnë ne ta luftojmë këtë sëmundje. Ka mundësuar kontrollin e gjirit, diagnostikimi i hershëm, ka mundësuar dhe mjekimin e mirë të sëmundjes kur ajo kapet herët. Këto dy faktorë janë të lidhur ngushësisht me njëri tjetrin, pra nëse sëmundja diagnostikohet herët, shërimi i sëmundjes është i sigurt. Prandaj kontrolle periodike vjetore që nga mosha 20 vjeç këshillohet të bëhet një kontroll i gjirit, pastaj nga vizita përcaktohet edhe numri i ekzaminimeve imazhërike që do të kryejë pacienti. Nga mosha 20 deri 40 vjeç këshillohet vizitë plus ekografi i gjirit, mbi moshën 40 vjeç këshillohet vizitë plus mamografi, edhe ekografi i gjirit dhe ekzaminime të tjera shtesë nëse është e nevojshme. Në kuadër të muajit tetor, unë së bashku me Acropolis TV realizuam një intervistë me doktoreshën onkologe Bardha Gjoni. Ajo ndau me ne mesazhe të rëndësishme për ndërgjegjësimin, parandalimin dhe rëndësinë e kontrollit të hershëm kundër kancerit të gjirit. Le të kujdesemi për shëndetin tonë, sepse zbulimi i hershëm shpëton jetë.